Më duket vetja pak si Pepsiu. Me fjalë kapaciteti është për 120.000. 120.000 kre. Edhe këtu çdo gjë punon automatike vetëm. Ky është kompjuteri që sa ngran sa ka pirë, sa ka ashtu si ka ashtu sot, është kompjuteri. Komplet automatike. Komplet automatike. Ujë, çdo gjë. Ushqimi ku si shoqat ushqimi. Ushqimi vjen që andej, ja shkon ato? Vjen që andej, vjen automatike vetë. Këtu e kemi zogun pak. Më të vogël. Ja shikoj, shikoj. Ku është 20 ditë, çka ke këtu gjorë në 20 ditë këta? Sa janë këta? Këtu janë 20.000. Po si numëroni 20.000? Si? Si numëroni? Po janë me kuti ato. Çdo kuti ka kuti ato, kanë 100 ton. 24 orë. Është komplet automatizuar, s'ka nevojë këtu s'bën. Nuk ka asgjë vetë, ai vetëm hidh ushqimin dhe duash të bësh ndonjë s'bën dot gjë. Jo, nëse nuk ka pirë ujë ka një problem, se s'ka pirë ujë, dije piu shumë sa ka pirë çdo një javë, sot piu kaq me datë. Shkon sa ujë pin. Po është sezonale shitja, ka disa sezone ku janë shumë pula. Po më pak apo është gjithmonë njësoj? Ka sezone. Ka sezone. Cili është muaji ku njerëzit kanë më shumë pula? Është vit i ri, me fjalë para vit i ri dhe këto, është fillon në 20 gusht, 20 korrik deri në 10 shtator, me fjalë është turizmi me sa duket. Turizmi, po. Ti jeton këtu? Unë jetoj këtu, po. Kam shtëpinë këtu afër, shtëpinë këtu, këto stallet janë afër. Kuptoj. Si duket? Jam 24 orë këtë punë, 24 orë. Kuptoj. Si ishte fillimi? Shumë ishte se nuk dinim ku vinim, edhe nuk dije të filloj shtej. Unë thashë kam filluar me një kamion, pastaj fillova që punova qytet tek ajo pularia në Janin. Edhe fillova mora një kamion ku edhe mbaja ushqim të viçat. Pastaj fillova të bëja një transport nga Italia, kam punuar me zogj. Bëja transport nga Italia, nga Padova bija zogj në Shqipëri për 5-6 vjet, 7 vjet. Pastaj fillova në atë kohë, fillova punën time, fillova hapa me stall që kisha këtu lashë viçat, u fillova me pula, me zogj. Pastaj filluam një nga një, filluam që të njihshim në treg, na pak. Tani jemi në një lartësi, jo në kush e di, po jemi gati si 3-4 thertoret që janë tërë Shqipërinë me fjalë. Ishe si për marë cilindër? Po. Kam punuar me gjak me thënë drejtë, kam punuar. Po zotin e kam shok, kam kështu, kam ndihmuar. Duket. Kur ikin një atë natë, ikin 2 natë, nuk kam problem as me një në botë. Keni marrë një ndihmë, subvencione? Subvencione jo, kështu në kredi kemi marrë. Jo, nga shteti, se gjithë të programet që vinë, që qeveria... Jo, unë nuk kam përfituar, unë nuk kam përfituar.